Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas daljes nga shtëpia e famshme, Valbona shihet në krahët e këtij mashkulli. Valbona Mhilli është banorja e cila u eliminua mbrëmjen e fundit nga nominimi kok më kok që kishte me Lajert Vasilin. Menjëherë pas daljes, ajo sot ka qenë e pranishme në një intervistë. Dhe më pas, Valbona shihet në krahët e Niko Komanit, i cili është një stilist i njohur shqiptar. Foto kjo që ka bërë bujë të madhe në rrjet. Nuk dihet se çfarë marrëdhënie eksakte ka mes të dyve, por me shumë mundësi mund të jetë një shoqëri e ngushtë.